Përshëndetje, miqtë e mi. Mirë se vini në kanalin tim Tea Tarot. Për lexime personale më kontaktoni në Instagram Tea Tarot 2025. Në tani do të bëjmë një pyetje tek pjesa e punës, e financave, e lajmeve të mira. Do të kemi një lajm të mirë për një punë të re së shpejti. Pra do të kemi një lajm të mirë për një punë të re së shpejti. Jeni pak i mërzitur për njerëzit që ju rrethojnë për pjesën e punës. Por një lajm i shpejt do të vi drejt jush për këtë punë të re. Do të merrni një lajm shumë të shpejt, sepse ju po luftoni fort për të marrë këtë lajm. Pra keni njerëz shumë pranë vetes që përpiqen për t'ju ndihmuar. Jeni pak egoist, sepse e kërkoni me ngul këtë punë të re. Dhe mbreti i kupave tregon që është një person që do t'ju ndihmojë shumë tek pjesa e punës, sepse ka drejtësi dhe barazi në jetën e tij. Shumë shpejt ju do të merrni këtë lajm, do drita e universit është lajmi, që do të merrni për këtë punë të re. Do të jeni e zhytur në këtë bollëk. 3 persona të rëndësishëm të japin lajmin e shumë pritur për një punë të re në jetën tuaj. Sepse ju jeni gjithmonë, te kjo pjesa e punës, jeni gjithmonë në atë vetmin tuaj. Por keni një dritë që ju ndriçon gjithmonë rrugën ku ju shkeni. Jeni një dritë në univers, një person, një angjëll që ju mbron dhe ju ndriçon rrugën ku ju shkelni. Tek pjesa e monedhave, pra tek pjesa e punës, ushtari i monedhës tregon që është e sigurt ky lajm që do të vi për shumë shpejt tek ju për punën e re, është shumë i sigurt. Por do pak durim, sepse me durim arrihet gjithçka. Kjo ishte energjia e pjesës së financave. Me kë mund të rezonojnë? Pra, kush mund ta ketë këtë lajm të shpejt për një punë të re? Gërma R, gërma T, N, gërma G, R, H, F, D, L, N, gërma F, E, M, Z, V. Kurse me shenjat e horoskopit rezonon me peshoren, me peshqit, me denin, me dashin, shigjetarin, luanin, akrepin dhe gaforen. Faleminderit shumë, miqtë e mi. Mos harroni të më bëni subscribe në kanalin tim Tea Tarot.